Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi që ta zhvillojmë këtë takim në Pallatin e Sportit të Florës, ku ka një fushë me shumë histori për qytetin, por edhe për sportin tonë kombëtar. Dhe duke mos marrë shumë kohë, do doja vetëm të nënvizoja faktin që ne dëshirojmë dhe jemi shumë vendosur që hapim një faqe të re në historinë e sportit shqiptar. Ne jemi shumë vendosur që të ndërtojmë një politikë të re për sportin dhe ta mbyllim kapitullin e gjatë të degradimit dhe të kalbëzimit të sportit shqiptar. Shqipëria ka shumë talente në futboll, ka shumë talente në lërat në dorë, qoftë vajza, qoftë djem, ka shumë talente në sportet e rënda dhe fatkeqësisht e vetmja rrugë që u ka mbetur atyre talenteve që kanë edhe vullnetin për të rezistuar këtij degradimi është që ta braktisin Shqipërinë. Ndërkohë që ne të gjithë jemi dëshmitar se si ky degradim reflektohet në aktivitetin sportiv në nivelin kombëtar dhe se si nga ana tjetër sporti në shkolla është pothuajse asgjësuar përfundimisht. Ne duam ta kthejmë sportin në shkollë, ne duam që kultura sportive të bëhet pjesë integrale e kulturës së shkollës sonë, që nga niveli më i ulët deri në universitete, ashtu si kundër besojmë se i kemi të gjitha mundësitë që duke bashkëpunuar me sipërmarrjen, duke ndërtuar një marrëdhënie të re me njësitë e qeverisë vendore, ne mund t'i japim një cilësi të re edhe sportit elitar. Ne jemi të bindur që nëse në vitet vështira Vlora ishte në gjendje të nxirrte kampion, cilët kishin një cilësi që i kapërcente kufijtë e Shqipërisë, si Sokol Kushta apo futbollistët e tjerë të flamurtarit, ose si Luan Shabani që është këtu me ne, apo Fodos Rakosha që është prapë këtu me ne dhe përshëndes, të cilët arritën të kapin maja në aktivitetin sportiv të vendeve tjera, shumë më të zhvilluara edhe në sport se sa ne, nuk ka asnjë arsye që sot të mos ndodhe një gjë. Por ne na duhet që të ndërtojmë me themel një sistem të ri sportiv për Shqipërinë, ku edhe evidentimi i talenteve të vinë ndryshëm, edhe trajtimi i posaçëm i talenteve të jetë i garantuar, edhe aktiviteti sportiv në tërësi të jetë një aktivitet ku talentet që kanë vërtet cilësira të jashtëzakonshme të mund të shprehen dhe përmes vullnetit sportistët mund të arrijnë që t'i japin ato që kanë brenda edhe këtu në Shqipëri. Është fatkeqësi që historia e Luan Shabanit, e Viktorit, e Piros dhe të tjerëve, e cila është histori e lidhur me përmbysjen e viteve 90 dhe me një Shqipëri që ishte tërësisht e gjyzuar dhe pamundur për t'u gjendur pranë këtyre talenteve botror, të përsëritet sot, përsëri, mbas 20 e kusur vitesh, kur përsëri një talent si Erlis Guri detyrohet që të braktisë Shqipërinë dhe të shkojë të konkurojë me një flamur tjetër dhe dalë edhe kampion bote, thjesht dhe vetëm për arsye ekonomike. E pra ne duam ta mbyllim këtë faqe as pak optimiste dhe as pak denj për
vendin tonë në sport dhe të hapim një faqe të re. Dhe unë jam i bindur që ne mund ta bëjmë këtë, sepse Shqipëria ka talente, sepse Shqipëria ka një dashamirësi të madhe për sportin dhe sepse eksperienca e gjithë këtyre viteve mund të kthehet në një vlerë të shtuar për të mos përsëritur gabimet e shkuarës dhe për të shkuar përpara me ambicie, me kurajo dhe me një vullnet të ripërtrirë. Faleminderit.